إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdërimet më të sinqerta I takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allah I plot fuqishëm s'ka askush mund ta humbë dhe atë që Allah I madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguar I Tij I fundit, I cili na përcolli Kur'anin. Kur'anin shpalljen e fundit që Allah I Madhreshëm ja përcjelli njerëzimit. Të nderuar vëllezër, vërtet jemi në një kohë në cilin s'ka kalu shumë që e kemi përcjellur muajin e bekuar të Ramazanit. Pra, muaji tashmë ka kaluar, sikur të ishte një vizitor I lehtë I cili qëndroi pak dhe pastaj edhe shkoi. Humbja më e madhe në shkuarjen e këtij muaji nuk është se ka kalu muaji, por humbja e madhe është kur krahas kalimit të muajit largohen prej neve edhe adhurimet dhe përkushtimin që kemi pasur ndaj Allahut Madhërisëm gjatë këtij muaji. Kjo për faktin se Zoti I Ramazanit është po ai Zot I muajve tjerë, I Shevalit, e Dhul-Qa'da edhe Dhul-Hijja e të tjerëve në përgjithësi. Andaj besimtari do ta kuptoj këtë se nëse ka zgjedh ti nënshtrohet edhe ta adhuroj Allahun e Madhërisëm gjatë muajit Ramazanit, atëherë një ashtu duhet të vazhdoj edhe muajve të tjerë. Për faktin se kush e adhuron Allahun, le ta di se Allahu është I gjallë dhe nuk vdes kurrë. Por kush e ka adhuru Ramazanin, le ta di se Ramazani kalon, përfundon dhe ajo që mbetet janë vetëm veprat. Për këtë shkak, vërtet, mesazhi më I rëndësishëm që duhet me pas parasysh besimtari në këtë fund apo në këtë përmbyllje të muajit Ramazanit, vëllezër të nderuar, është ajo se të kuptojmë se vërtet për neve Ramazani duhet me qenë piknisje e jo pikmbritje. Me një fjalë, Ramazani duhet me qenë ai fillimi për cilën duhet me vazhdu tutje dhe pas Ramazanit, e jo qëllimi apo destinacioni final ku kemi arrit edhe tash jemi të lirë edhe nuk ka nevojë kurrë me bë pas kësaj. Për faktin se nuk ka dyshim që Ramazani erdhe që të na mësoj neve që të ndryshojmë dhe të bëhemi të mirë për 29 ditë ose 30 ditë, ai gjithashtu na mësoj që të vazhdojmë tutje edhe gjatë ditëve tjera të këtij muaji. Kështu që gjatë Ramazanit u lidhëm me Kur'anin, e shijuam namazin vazhdimisht, posaçërisht namazin e natës, taravive, pastaj përjetuam urinë, etjen dhe kuptuam ato begati që I kemi në dispozicion të ushqimit edhe të pijeve në përgjithësi, prandaj edhe u bëm më falënderues ndaj Allahut të Madhërisëm. Pastaj në Ramazan gjithashtu e përmbajtëm gjuhën, e forcuam dhe e forcuam zemrën tonë me iman dhe besim në Allahun e Madhërisëm. Por pyetja që ndoshta secili prej neve do duhet t'ia bën te vetes, a duhet që këto veprime dhe këto adhurime dhe këto vepra të cilat disa prej të cilave I përmenda pak, a duhet me vazhdu tutje edhe pas Ramazanit, apo këto vetëm të mbeten kujtim që I kemi bën Ramazan edhe t'u akthejmë shpinën edhe të vazhdojmë me gjëra tjera pas Ramazanit. Vërtet,
një realitet është i prerë, vëllezër të nderuar, ajo është se nuk është sukses për besimtarin me qenë i devotshëm edhe i mirë vetëm gjatë muajve apo gjatë muajit Ramazan, gjatë 30 ditëve të Ramazanit. Kjo është lehtë, po sukses i vërtet është që të mbetesh në këtë kontinuitet, në këtë vazhdimsi edhe pas muajit Ramazanit. Të nderuar vëllezër, vërtet e kemi përmend edhe hoxhallarët vazhdimisht e kanë përmend se vërtet Ramazani është shkollë, një lloj trajnimi, një lloj shkolle intenzive për secilin prej neve që na mëson disiplinën, na mëson ta pastrojmë zemrën, e ngrisim nivelin shpirtëror të imanit ton. Por kush mbaron këtë shkollë, e kemi mbaru pra këtë shkollë, dhe nuk e zbatojmë pastaj, atëherë nuk ka kurfar vlere edhe kurfar kuptimi që e kemi kryer këtë shkollë. Njësoj, sikurse një njeri ndoshta regjistrohet në fakultetin e mjekësisë, po e zami, edhe qëndron aty 6-7 vite studion, edhe i kalon provimet, edhe e arrin me marr diplomën e mjekut, por pas kësaj nuk e praktikon profesionin e mjekut, mirët me diçka tjetër. Atëherë çfarë i themi këtij personin i themi që ti ke marr diplom, po s'ja ke pa hajrin. E ke kryer një shkollë shumë të madhe, shumë të rëndësishme, shumë të veçantë, por nuk e ke kryer edhe nuk e ke kryer për mja pa hajrin, për shkak se s'po vazhdon me punu sipas me atë diplom edhe me ju ndihmu të tjerëve të smurëve e kështu me radhë. Prandaj edhe Ramazani është njësoj vëllezër të nderuar, nëse ti agjerove, fale, u mundove me arrit nivelet nalta të imanit dhe nuk vazhdon tutje pas Ramazanit kështu, atëherë të gjitha përpjekjet tua kanë qenë vetëm formë, vetëm ato sipërfaqësore dhe jo përfitim me kuptimin e fjalës. E ai që e ruan atë që e ka mësuar gjatë Ramazanit, edhe mundohet me e fut dhe me vazhdu tutje edhe pas Ramazanit, ky është ai i cili ja ka pa hajrin Ramazanit dhe vërtet ka dal fitimtar prej këtij muaji të bekuar. Edhe e rëndësishme për neve, pra vëllezër të nderuar, është që ta ruajmë këtë lidhje me Zotin ton edhe pas Ramazanit. Prandaj po ju them direkt vëllezër të nderuar, mos e mbyll Kur'anin me mbylljen e muajit Ramazanit. Dhe mos e ndërprej faljet e namazeve në përgjithësi, për arsye se kjo është lidhja jote direkte me krijuesin tënd. Prandaj vazhdo tutje edhe pas Ramazanit me namazin, edhe mbaje këtë lidhje, për arsye se kjo është lidhja që vërtet ta jep hajrin ty në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Dhe gjithashtu mos e lëni xhamin me paramendu se në xhami shkohet vetëm në Ramazan ose vetëm në xhuma, po mundohu me mbajt lidhjen me këtë shtëpi të Zotit Madhërisëm dhe me ju përgjigj ftesës dhe thirrjes së muezinit kurdo që e dëgjon këtë thirrje. Dhe vërtet nëse Ramazani ju ka ndryshuar, ndryshimi duhet të jetoj edhe pas tij. Përndryshe, ky ndryshim dhe nuk do të quhej ndryshim pra, po do të ishte vetëm një sezon që e ke kalu me një qasje të veçantë, pastaj ju ke kthy adeteve edhe zakoneve tua të vjetra. Vërtet, standardi i njeriut nuk është me synu, me kam perfekt në çdo sen. Për arsye se njeriu ka kusure, njeriu ka mangësi, nuk mund çdo sen me bë 100%, por standardi i njeriut është konsistenca, vazhdueshmëria, që njeriu me kanë i vazhdueshëm në lidhjen e tij me Allahun e Madhërisëm, qoftë edhe me pak vepra. Për arsye se Ramazani nuk ka dyshim që karakterizohet me shumë vepra, agjerim, falje namazeve nafile, posaçërisht namazin e taravive, lexim të vazhdueshëm gjatë ditës e gjatë natës, edhe adhurime tjera të ndryshme. Megjithatë, kur përmbyllet kjo muaj, nëse ti i përmbyll edhe të gjitha veprat, atëherë vërtet nuk je në rrugën e duhur. Për arsye se vërtet në rrugë të duhur është ai njeri i cili ndoshta bën pak, po në fund të vazhdueshme, se sa ai që bën shumë, por vetëm në një ditë. Pra ka dallim ndërmjet njërës dhe tjetrës. Thot
Allahu i Madhreshëm në Kur'an në lidhje me këtë në surën Hud ajeti 112 i thot pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Zoti i Madhreshëm i drejtohet fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Përkthimi, po thot Allahu i Madhreshëm, qëndro i patundur në udhën e drejtë, me një fjalë me kontinuitet, me vazhdimsi, jo vetëm një kohë caktuar. Ti i dërguar i Allahut dhe ata të cilët janë penduar me ty, me një fjalë besimtarët në përgjithësi. Pastaj Aisha radiallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot me një rast, vërtet veprat më të dashura tek Allahu i Madhreshëm janë ato të cilat janë të vazhdueshme, qofshin edhe ato të pakta. Pra, një vepër të cilën e bën me kontinuitet, me vazhdueshmëri, është më e dashur tek Allahu i Madhreshëm se sa një vepër që e bën, si themi ne me gjuhën e popullit, me hyjim, me turr, gjatë një dite shumë ose gjatë një muaji të Ramazanit shumë, pastaj si të kryhet me lan anash edhe mos me praktiku më fare, këtë nuk e don Zoti i Madhreshëm. Allahu i Madhreshëm e don që të vazhdueshmërinë, ashtu që shpaj përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith nga Aisha radiallahu ta'ala anha, që përcillet nga Aisha radiallahu ta'ala anha. Besimtari nuk është besimtar ai i cili e lidh veten e tij vetëm me Ramazan, por është ai i cili e lidh veten e tij me Krijuesin në çdo kohë dhe në çdo rrethon. Prandaj bëhuni nga të përkështuarit edhe pas Ramazanit, me sinqeritetin e juaj, pastaj me emanetet duke i qenë në vend, pastaj me uljen e shikimit, pastaj me sjelljen me drejtësi dhe korrektësime ndaj të tjerëve në përgjithësi, sepse besimtari është në rrugë të drejtë në çdo frymarrje dhe këto gjëra nuk i ndërprejnë deri në frymën e fundit, pra deri sa të shkojnë në këtë dynja. Hasan el-Basriu, një nga tabiinët e njohur në historinë islame, i këshillon disa nga njerëzit dhe u thot kështu: Allahu nuk ka vendosur afat për veprat e mira. Me një fjalë, nuk ka njeriu një afat skadimit që deri në këtë moshë ki me bë vepra të mira, pastaj me ilan për arsye se ke kry moshën. Nuk ka pensionim në islam. Pra, po thot ky Hasan al-Basriu, nuk ka vendosur një afat për veprën e besimtarit, përveç vdekjes. Deri në momentin e fundit, edhe e ka lexu ajetin e Allahut Madhreshëm, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, në surën An-Nahl ajeti 92, po thot Allah i Madhreshëm, dhe adhuroje Zotin ton derisa të arrish sigurinë absolute, dhe është për qëllim pra vdekja, shkuara nga kjo dynja. Pra përderisa besimtari është i vetëdijshëm, ka fuqi dhe është thot në mundësitë e tij, nuk duhet të heqë dorë nga veprat e mira dhe nga puna e mirë, përderisa është gjallë në këtë dynja. Dhe në atë moment që e lën frymën e fundit, atëherë i dorëzohet Zotit Madhreshëm, edhe mbyllen veprat e tij, edhe me to del para Allahut të plotfuqishëm. Pastaj Zoti Madhreshëm gjithashtu e përmend një shembull që mos t'i përngjasojmë atij shembullit ne besimtarët, e që shkon shumë me këtë gjendjen e disa muslimanëve pas Ramazanit, po thot Zoti i Madhreshëm: "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Përkthimi, vëllezër të nderuar, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë një grua e cila thurte, bënte gjëra të ndryshme me duart e saj, dhe pasi që e krynte atë, pastaj e prishte atë. Pra pa kuptim. Edhe Zoti i Madhreshëm e ka përmend shembullin e kësaj gruaje, edhe ka thonë: mos u bëni si ajo që e prishi fijen e saj pasi e kishte forcuar. Pra mos u bëni si ata të cilët kanë bë vepra të mira, kanë dalë do thot fitimtar, pastaj me ju kthy edhe me i prish dhe me i asgjësu ato vepra, duke i përcjellur ato me gjunahe edhe mëkate edhe me veprime të cilat i asgjësojnë këto vepra. Lutim Allahun e Madhreshëm me na bën nga ata të cilët vërtet janë të përkushtuar edhe në Ramazan, po gjithashtu edhe pas Ramazanit. O Allah, ti
ti që i rrotullon zemrat e njerëzve, na forco zemrën tonë në besimin ndaj teje dhe në rrugën tënde. O Allah, pranoje prej neve agjërimin, namazin, veprat e mira në përgjithësi dhe mos e bëj që hisja jon nga këto mundet të cilat i kemi bërë gjatë muajit Ramazanit të jetë vetëm etja dhe uria. O Allah, na dhuro qëndrueshmëri derisa të vim tek ti dhe na e merr shpirtin duke qenë i kënaqur me ne. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin was salatu was salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.